Sasin për marrëveshjen 300 milion dollar, 302 milion më saktë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një borxh që marrin nga Washingtoni për të blerë armë në Washington. Një marrëveshje që ka shkaktuar debat ditën e djeshme në seancën plenare, u miratua vetëm me votat e shumicës, jo të Partisë Demokratike, e cila kërkoi transparencë që të kalonte më parë në komisionet parlamentare dhe mos ishte fakt i kryer, pra duke u prezantuar më njëherë parlamentet duke u miratuar pas atij miratimi në qeveri në fund të qershorit. Megjithatë, çfarë është kjo marrëveshje që po shitet si sukses apo blihet pushtet në Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes këtij borxhi? Për këtë dhe të tjerat ne do flasim sot në një intervistë. Kam kënaqësinë që të filloj një bisedë me kolonelin, ish komandantin e forcës detare, zotin Artur Meçollari. Zoti Meçollari, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Meçollari, faleminderit ju dhe si mund t'ja shpjegojmë publikut çfarë është kjo marrëveshje që na erdhi tani, ndoshta për disa si rrugthem qet hapur dhe disa prej tyre mendojnë që mund të jetë edhe për të rritur nivelin 5% përpara samitit të NATO-s, pra që ende nuk është vendosur data, po shpresat janë që të bëhet vitin tjetër në Shqipëri. Shiko, natyrisht për publikun duket si një marrëveshje e cila ndodhi rastësisht e shpejtë për shkak të shpejtësisë me të cilën miratohet parlamenti, por kjo marrëveshje në fakt ka 2 vjet që ka nisur. Nuk ka nisur sot. Domethënë, kjo ka nisur që nga viti 2024 afërsisht, kur presidenti ka qenë presidenti Biden, ka pasur 2 iniciativa në atë kohë. Ka pasur një iniciativë që Shqipëria të blinte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës armative dhe municione, si dhe ka pasur dhe një iniciativë ka ardhur një general atëre në atë periudhë, ka qenë viti 2024 ose fillimi 2025, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës do të investojshin me një fond dhurim për 1.5 miliard dollar në 10 vitet e ardhshme, por që nuk është bërë e mundur deri tani. Pra këto kanë qenë 2 tratativa që kanë ndodhur rreth 2024 fillimit të vitit 2025. Por e gjithë kjo nuk ndodhi për shkak të një problematike që lidhet me qeverinë shqiptare. Zakonisht kontratat e mbrojtjes janë kontrata sigurie të cilat bëhen me partnerët të cilët i quajnë partner strategjik, pasi ata kanë investuar në sigurinë tënde, kanë dhuruar për një kohë të gjatë, apo dhe kanë bërë dhurime në momentet më të vështira, apo marrë vitin 97, kur Shqipëria ishte në momentet më të vështirë, 3 ishin vendet kryesore, natyrisht dhe të tjerë të antarë të NATO-s, po 3 ishin kryesore, të cilët në fakt ringritën në fushë shqiptare, që ishin Shtetet Bashkuara, Turqia dhe Italia, dhe vendet të tjera. Apo këto janë 3 vendet të cilat kanë investimin më të madh si në sigurinë e Shqipërisë dhe në sigurinë e Kosovës. Pra, në një farë mënyrë është edhe më njohje që kontratat i lidhesh me ata që ti quhen partner strategjik, edhe këta vende quhen partner strategjik për Shqipërinë. Dhe në këtë mënyrë kjo është një farë njohje, po është edhe një lloj garancie, sepse në fakt kontratat ushtarake kanë një problematik, që nuk është se blen dhe shkëputesh nga blerësi. Blerësi është, me thënë, qëndron në varësi të blerësit për mirëmbajtjen apo operimin e sistemeve për një periudhë 20 deri në 30 vjeçare. Janë në varësi të blerësit. Kështu që në këtë mënyrë zakonisht kontratat të tilla bëhen me partnerët strategjik dhe tradicionalisht ushtria shqiptare i ka bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqinë dhe Italinë. Ka pas dhe vende të tjera, siç është Franca, Gjermania e tjera në moment të caktuar. Por mënyra e trajtimit të kësaj marrëveshje është edhe një çikës fëminore, në mënyrën se si trajtohet si momenti më i madh historik në marrëdhënie, më i rëndësishëm historik në marrëdhëniet midis 2 shteteve, midis Shqipërisë dhe Amerikës nga viti 91. Në fakt, ata që shkruajnë këtë lloj deklarata janë njerëz që nuk e njohin historinë e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Amerikës në fushën e mbrojtjes. Unë mund t'ju them që vetëm nga viti 1994 deri më sot, Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm për edukimin dhe trajnimin e personelit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shkollat më të mira argjojnë $3 milion në vit. Vetëm për trajnimin. Nuk po marr këtu që i kanë dhuruar forcës detare 10 motovetreta nga të cilat 5 të reja, ka dhuruar makina për
mjete toksore për forcën toksore, kanë dhuruar dron, kanë trajnuar forcën speciale, kanë pasur këshilltar ushtarak në Ministrinë e Mbrojtjes, të cilët paguheshin nga Departamenti i Shtetit. Dhe vazhdon akoma dhe një këshilltar vazhdon akoma te komanda kibernetike dhe ai paguhet nga buxheti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra, dhuratat që kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës apo dhe Turqia dhe Italia, sidomos në periudhën kur ishte misioni i dije, pra kanë qenë të jashtëzakonshme. Po çfarë po ndodh? Pse pikërisht fillon 2 vjet më parë një tratative e tillë për lidhje marrëveshjesh në fushën e mbrojtjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është për shembull marrëveshja e UAS, apo që mund të ishte edhe nga buxheti i shtetit, apo dhe dhurimi ose investimi i Shtetit Bashkuara të Amerikës me 1.5 miliard dollar në 10 ditë e ardhshme. Sepse në fakt të gjitha këto janë vonuar, kjo marrëveshje është vonuar nga shteti shqiptar, sepse duhet të përfundonte marrëveshjen si me kompaninë IBIT System të Ron Fayed, ashtu dhe me shtetin izraelit, të cilat tashmë kanë përfunduar. Dje se ju ndërpres ish ministri Vengu, tha mbrëm që nisi Peleshi, e vazhdova unë dhe e përfundoi Nufi, pra ishe gjatë gjithë kohë. Pra pikërisht, kjo lloj marrëveshje nuk është e tanishme, është para 2 vjetëve. Por pse është vonuar? Sepse duhet të përfundonin marrëveshjet me Izraelin. Kaloi prioritet Izraeli. Pikërisht, pra, Izraeli është vend jon mik, por nuk është vend, nuk është strateg, nuk klasifikohet si partner strategjik. Dhe për më tepër Izraeli nuk ka pasur ndikim në sigurinë tonë kombëtare ballkanike apo europiane. Është vend, pra, kjo do të thotë që Shqipëria është duke devijuar marrëdhëniet ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes nga SBA, Turqi, Itali drejt Izrael dhe kryesisht Francë. Dhe kjo ka shkaktuar vitin 2025, ka qenë viti më i nxehtë në marrëdhëniet ndërkombëtare të Ministrisë së Mbrojtjes, sidomos gjatë kohës që ishte ministër Vëngu. Vëngu natyrisht e di shumë mirë që ka ikur pikërisht për këtë arsye nga ai postë. E ka hequr kryeministri Rama për t'i dhënë një refresh, por të gjithë e dinë që ministri i Mbrojtjes është Edi Rama, nuk është as Vëngu, as Nufi. Ai ka të gjitha në fakt, po. Ai ka të gjitha, por thelbi është që ai tani kërkon atë vërim të madhe që i bëri anijes së tij në marrëdhëniet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Turqisë, kërkon tani që ta mbylli atë vërimin me një 302 milionëshe. S'është vetëm kjo, janë edhe 6 topat që do blihen në Turqi. Pra, nëse EBIT System me 600 milion euro kontrata në vitet e ardhshme me Kajon, dhe Shqipëria li 3 kontrata për blerje armatimesh me Izraelin, që mund të vende në 200 apo 300 apo 400, që mund të vend shumë në total në 10-15 vite, edhe 1 miliard, atëherë Shqipëria çfarë bën? E blen për të justifikuar gjithë të vërim, gjithë të risk që po bën në sigurinë kombëtare, pra duke shmangur aleatët strategjik tradicional, po e përmend tradicional, nuk jam të tanishëm, atëherë çfarë bën? Krijon pikërisht këto xhepa, duke bler 302 milion këtu, 6 topa atje për të bërë qefin, por në fakt thyerja me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndodhur në vitin 2025. Dhe ky ka qenë një nga argumentet kryesor të konfliktit që ka pasur ministri Vëngu si me ambasadën amerikane, ashtu dhe me ambasadën turke. Po, me të dy ambasadat ka pasur problematika të jashtëzakonshme. Vëngu e di shumë mirë cilat janë probleme, unë nuk dua të hyj në detaje, natyrisht di detaje, nuk dua të hyj në detaje, por e di shumë mirë që cilat kanë qenë problematikat. Për të dyja ka qenë në një farë mënyre i papranueshme. Dhe kjo është një nga arsyet që kryeministri me qëllim për të rregulluar pikërisht këtë komunikim midis Ministrisë së Mbrojtjes dhe 2 ambasadave vendosi ta heqi Vëngun dhe të vendosi Nufin. Natyrisht Nufi nuk kishte barrën e veprimeve të Vëngut, por të gjithë dinë që edhe Ministri i Mbrojtjes është Edi Rama. Kolonel, marrëveshja sekrete se pam dje deri tek rrëzimi nga shkallët në ndjekje të dokumentave, po mundet të
kemi një skenar çfarë mund të jenë ato armatime në Shiko, është e vështirë që ta thuash se çfarë do jenë. në F35 nuk po e marrim. Është e vështirë ta thuash sepse në fakt domethënë e din ata që e kanë bërë, po kjo nuk ka shumë rëndësi në gjykimin tim. Sepse duke ikur me marrëveshje të cilat në fakt nuk paraqesin vizion, po paraqesin mbyllje vrimash. Domethënë duket sikur ne po ecim, hajde të shpenzojmë, të japim, të bëjmë një kontratë me Amerikën pavarësisht se çfarë do blejmë. Hajde të bëjmë një kontratë me Turqinë pavarësisht se çfarë do blejmë. Mjafton që ne të bëjmë kontrata për të rregulluar politikat e brendshme apo marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo është në fakt qeveria shqiptare duhet të ishte shumë e qartë. Në momentin për krijon një plan strategjik, ka një plan veprimi, ka një që quhet plani i zhvillimit afatgjatë. Dhe ai është baza e veprimit. Nëse kontratat bien ndesh me këtë me programin afatgjatë të zhvillimit të forcave të armatosura, i cili është i miratuar në parlament, atëherë do të thotë që shteti shqiptar nuk po bën gjë tjetër veçse po mbyll vrimat që ka hapur vetëm pak. Kolonel, po tre aleatë strategjik ku po investojnë tani në Shqipëri? Shiko, marrëdhëniet me Turqinë janë dëmtuar jashtëzakonisht të rënd. Nga pikpamja financiare, mund të themi që Turqia bën vaki është dhe vendi i parë, i cili ka investuar në Shqipëri. Domethënë nga pikpamja financiare. Nga pikpamja sigurisë, është Amerika dhe Turqia janë vende dhe Italia vende që kanë. Por largimi i Turqisë nga investimet në fushën e mbrojtjes, kryesisht në procesin e rigjallërimit të industrisë ushtarake dhe të kontratave direkte, siç janë bërë me Izraelin, 3 kontratat janë bërë vitin që kaloi, jo për dron, jo për topa. Pra, të gjitha këto e kanë çuar pse? Sepse në fakt kur ne ishim në vështirësi, nuk ishim lek, ishin këto shtete që u treguan gjeneroze dhe na vuruan, na i dhan falas, ishin grande nga taksapagusët e vendet të tyre. Kur ne kemi ca lek, pra sot që kemi ca lek, nuk i çojmë atje ku duhet, jo vetëm për mirënjohje, por edhe për faktin e sigurisë, sepse këto janë 3 vende që kanë siguria, investimin më të madh në sigurinë e vendit. Dhe ne nuk duam që siguria jonë të varet nga vende të cilat në fakt nuk kanë influencë në sigurinë ballkanike apo europiane. Kjo do të thotë që ti të zhvendoshës lidhjet e sigurisë nga një partner i përhershëm tradicional tek një partner tjetër i cili në fakt nuk ka asnjë lidhje sigurie me Shqipërinë. Apo është vend mik vetëm kaq. Është vend mik i Shqipërisë për shkak të historisë. Të qenurit mik nuk mjafton që të investosh në fushën e mbrojtjes. Dhe Izraeli nuk po investon vetëm në fushën e kontratave ushtarake. Ka marrë shkollën e aviacionit. Do marri shkollën e forcave speciale, po Izraeli nuk është vendi NATO, si do trajnohen forcat tona speciale jashtë standardeve të NATO-s. Standardet që të trajnohen forca speciale janë të klasifikuar. Nuk mund të jepen një vendit të tretë që nuk është antar i NATO-s. Si do bëhet këtë? Ose atëre ky trajnim do bëhet ose jashtë standardeve të NATO-s, ose neve do japim Izraelit sekretet në NATO-s. Pra jemi në kushtet e një çoroditje totale të sigurisë kombëtare. Nga ana tjetër po i lidh kontratat që kanë lidhje me sigurinë e vendit. Pra jemi në kushtet që kryeministri nuk po bën gjë tjetër veçse po riskon sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Po ja dorëzon atë një vendi i cili nuk ka lidhje, nuk ka investuar në asnjë periudhë të historisë në sigurinë tonë apo në çështjet e sigurisë si tonës dhe të Kosovës. Po marr Kosovën, dhe me ke ka kontratat në fushën e industrisë ushtarake Kosova. Me Turqinë mos gaboj. Me Turqinë e Amerikës. 2 aleatët. Sepse ata janë kontributorët kryesor të sigurisë në Kosovë. Po në aspektin politik, mund ta shohim për ata që thonë që Rama po blen imunitet me këtë marrëveshje në Shtetet e Bashkuara, duke lidhur edhe me samitin e NATO-s vitin tjetër.
Shiko, e para një që... E përjashton kjo një rufe nga Shtetet e Bashkuara për atë që po Shiko, ndodh? e para kjo ka nisur, kjo kontrat ka nisur për para se të flite edhe për samitin e NATO-s. Ose, më saktë, ky draft, sepse bisedimet kanë ndodhur para 2 vjetësh, po kjo draft kontrate ka nisur për para se të fillojë samiti i NATO-s. E para. E dyta, $302 milion Shtetet Bashkuara të Amerikës e din shumë mirë që është për të mbyllur vrimin që ka hapur Rama në marrëdhëniet midis Shtetit Bashkuar. Pra, ai e ka humbur një herë besueshmërinë. E ka humbur një herë. Dhe e treta, ndërsa kontrata ka filluar të hartohet përpara se të bëhet samiti, në samit ishte e qartë, nuk u përcaktua vendi ku do të zhvillohet samiti. Jo se nuk do të jetë Shqipëria. Mund të jetë dhe Shqipëria. Por ka vetëm një kusht, lidhet vetëm me një kusht, me emrin e Edi Ramës. Që mos jetë. Që mos jetë. Nëse Edi Rama do të jetë kryeminist në vitin 2027, samiti nuk bëhet në Shqipëri. Pse? Jo se, natyrisht, ne i dim të gjitha, ka një qeveri të korruptuar, të lidhur me krimin e tjera, por mbi të gjitha, Edi Rama është duke destabilizuar jo vetëm sigurinë e Shqipërisë, po dhe të Ballkanit në lidhje me raportet që po krijon me Izraelin. Shiko çfarë thot Edi Rama në takimin e fundit që bën në Rinas për shkollën e aviacionit. Bëri një takim ku mbajti një fjalim. Tha forcat speciale izraelite do të trajnojnë dhe certifikojnë forcat speciale shqiptare. Forcat speciale shqiptare historikisht janë trajnuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me paratë e tyre, me paratë e Shtetit Bashkuara, dhe forcat komando janë trajnuar historikisht nga forcat speciale turke. Sot kryeministri, ato tani janë bashkuar në një forcë të vetme. Dhe sot kryeministri vendos që trajnimin e tyre mos ta bëjnë më as turqit, as amerikanët, po ta bëjnë izraelitët. Dhe ndër të tjera thot, i kam kërkuar ministrit mbrojtjes që në këtë shkollë të vinë të trajnojnë dhe forcat speciale të Malit Zi, të Kosovës dhe të Maqedonisë. Pra kërkon të përfshi Izraelin në çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin. Kolonel, t'ju bëj një pyetje naive. Dhe ky është alarmi që ka shqetësuar partnerët tanë në NATO. Po, Izraelit nuk po i bën dot ballë Trumpi. Shiko, problemi që t'jemi të qartë, Izraeli është vend mik i jon. Është vend mik ndaj historisë së bashku. Por nuk është partner sigurie. Nuk është partner sigurie. Nuk është edhe mbrojtje, nuk është partner në këtë fushë. Është mik. Mirë është të kemi marrëveshje tregtare sa më shumë që tjetë e mundur, dhe ka fusha nga më të ndryshme, cilat mund të jenë fusha civile, apo gjysmë civile, me përdorim të dy fisht e tjera, pra ka shumë hapësira. Por nuk është partner sigurie i Shqipërisë. Duke devijuar, duke bërë partner sigurie, ti devijon nga vendimet që ka marrë parlamenti për të shpallur cilët janë shtetet që ne kemi marrëveshje strategjike. Edhe diçka të fundit kam ju lutem, ju keni qenë pjesë e protestës. Edhe më thanë pak më lart që Ania po futui. Por si do jetë vazhdimi? Çfarë besoni? Po, e para një që nga pikpamja europiane, protesta ka arritur shumë objektiva të mirë. E para njerëzit nuk kanë më frikë të flasin, të dalin me zë dhe me figurë, edhe pse mund të kenë pasoja në jetën e tyre të përditshme. Natyrisht këto pasoja nuk janë pasoja të karakterit financiar, presione të tjera, të cilat ndodhin rregullisht dhe është rutinë e kësaj qeverie. E dyta, kjo protest zhbëri mitin fake të kryeministit të ngritur në arenën ndërkombëtare si një lider global, i cili kishte miq në gjithë botën dhe kishte një reputacion të jashtëzakonshëm. Sot reputacioni i kryeministrit në arenën ndërkombëtare për shkak të investimit të medias ndërkombëtare ka rënë jashtëzakonisht. Është zhbër tashmë figura e liderit
botëror. Por ju thoni që ai nuk ikin vetë. Po, ja, do më lësht të mbare. Pra, dhe kjo është një arritje. E dyta, partnerët tanë ndërkombëtar duke si asnjanës në këtë protestë, që në fakt në të gjitha protestat, në fakt ka deklarata në mbështetje të protestës, ka deklarata të cilat në fakt janë në mbështetje të protestës, por nuk janë publike dhe sot dhe populli që del në protestë dhe kryeministri e di shumë mirë që ambasadat europiane në Shqipëri dhe vendet e tyre respektive janë në mbështetje të protestës. E di shumë mirë këtë gjë, sepse kanë dhe burimet e tyre. Por, çështja është që Sazani është ajo të cilën kryeministri nuk po e përtyp dot. Sepse e vërteta është kjo që Kushner është një biznesmen i cili shfrytëzon pozicionin politik që ka vjeri i tij, dhe kjo është e vërtetë. Dhe mundohet të shfrytëzojë dhe këta udhëheqësit gjysëm diktatorial apo diktatorial duke krijuar lidhje me qëllim mbështetje politike e tjera. Dhe Sazani ishte një nga alternativat që kryeministri Rama ja ofroi Kushnerit. Por kur ja ofroi, bëri një gabim. Nuk e dinte që Sazani nuk mund të bëjë një turizëm elitar. Nuk mund të bëhet për shkak të kushteve meteorologjike. Pra Sazani shpëton me këtë radhë. Pra, që do të thotë në një farë mënyre, sot që Sazani është bërë një patate e nxehtë për familjen Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një gjë është e qartë, që Kushner është futur në kurth nga kryeministri për të krijuar lidhjet politike, për t'u ofruar presidentit Trump, por me një projekt i cili nuk mund të funksionon. Lutem. Atëre, po, dhe këto janë rrethanët, por pse nuk jep dorëheqjen Edi Rama? Shikoj, Edi Rama është aq shumë i zhytur në korrupsion dhe në krim, saqë në fakt nuk është se ai kërcënohet me kuptimin qofse nga protesta, ai kërcënohet në mënyrë demokratike për të dhënë dorëheqjen nga rrethanat të tjera, nuk është aq e lehtë të dalësh nga krimi. Po ju e thoni që ai e di fundin e tij. Po pra, ai e di fundin e tij dhe kështu që dorëheqja e tij, ai me vullnetin e tij nuk mund të dorëhiqet. Me vullnetin e tij dorëhiqet vetëm një lider i cili ka integritet dhe që ka dhe integriteti i jep mundësi të riciklohet në një periudhë tjetër. Edi Rama e ka humbur këtë mundësi, e ka humbur integritetin, aftësinë për të ricikluar, sepse ai ka vetëm një mundësi, të dali përpara drejtësisë. E vetmja mundësi që ka. Nuk ka mundësi tjetër. Dhe të gëzoj parat që ka. Gjë që të dyja këto janë të dyshimta nëse ai jep dorëheqjen. Pra, e di shumë mirë se cili do të fundi i tij, ai nuk jep dorëheqjen. Por kuptohet që sot ai ka mbaruar punë në Shqipëri në kuptimin e drejtimit, por unë e them shpesh ka mbaruar punë dhe jashtë. Dhe me partnerët tanë ka mbaruar punë. Është i izoluar si nga media ndërkombëtare, si nga partnerët tanë në fundit, dhe çdo ditë ke artikuj që flasin kundër pro-protestës dhe kundër kryeministit Rama si një kryeminist i korruptuar. Kolonel, unë të falenderoj për bisedën, ishte kënaqësi që dëgjova mendimin tuaj, jam i sigurt edhe për publikun dhe në emër të tyre të jam i njohur, të falenderoj. Faleminderit, gjithë mirë.